zgjedhja e presidentit apo presidentit suaj është zgjedhje juaj. Sigurisht e parlamentarëve tuaj, të cilët sipas kushtetutës duhet të votojnë, të propozojnë kandidat. Nëse askush nuk propozon kandidat, për ne si vëzhgues ndërkombëtar nuk di çfarë them. Nuk di cilat janë pritjet nga ne në këtë rast, por mendoj se Kosova është mjaft e pjekur. Ne nuk kemi qasje që tu tregojmë se si të zgjedhni presidentin apo kënd të zgjedhni. Po, kur kam marrë këtu, kam zhvillu një vizit kurtoazie tek të gjitha institucionet shtetërore në Kosovë. Nuk e kam vizituar gjykatën më pastaj, por duke marrë parasysh se Kosova dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Puna ime si udhëheqës i zyres së BE-s këtu, nuk kam vetëm të drejtë të vizitoj të gjithë në këtë vend, por e kam edhe obligim që ta bëj këtë gjë, sepse kemi një marrëveshje. Ju doni të bëni pjesë jona, ne ju duam që ju të jeni pjesë jona. Pra duhet të dim çdo gjë që po ndodh në këtë vend, sigurisht duke përdorur mënyrat ligjore, të ligjshme. Pra kemi komunikim. Unë kam qenë ambasador i BE-s edhe në 2 vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor dhe kam dëgjuar disa herë duke thënë ai po takohet me opozitën, po takohet me dikë tjetër, me kjo është detyra jona, kjo punë, sepse ne shkruajmë raporte për vendin çdo vit, ato duhet të jenë objektive dhe nuk duhet të jetë asnjë pikë pyetje se kemi bërë diçka gabim, apo kemi ndonjë defekt, apo vlerësimet tona janë gabim. Është detyrimi ynë të vizitojmë dhe të flasim me të gjithë. Sigurisht, ne nuk japim këshilla për veprimet apo aktakuzat apo gjykimet. Absolutisht jo. Nuk jemi ne që dikush që punon në prapasken të ndikojnë në gjykatën kushtetuese. Çfarëdo që do të vendos gjykata kushtetuese i takon asaj dhe ne si Bashkim Evropian jemi të kënaqur me atë vendim. Po, viti i kaluar ka qenë viti i kaluar dhe shpresoj shumë se ky nuk do të jetë njëjtë. Por 3 muaj veç kanë kaluar. Bukur shumë është bërë, pra është mirë që kuvendi ka pasur kohë të ratifikojë marrëveshjet ndërkombëtare, pagesat e para mund të vinë, por tani ka afate të qarta kohore se kur duhet të realizohen disa reforma të caktuara deri në qershor dhe ka rrezik që Kosova të humbas këto para. Dhe kjo nuk është në interes të Kosovës, nuk është në interes të qeverisë dhe nuk është në interes as të opozitës apo të njerëzve. Shpresoj se do të lëvizet përpara dhe siç e thash tashmë, ka gatishmëri, vullnet në këto kohra. Në një botë interesante që të lëvizet me zgjerimin në Bruksel dhe në kryeqytete, besoj se Kosova duhet të bëjë më të mirën për të zgjidhur këto çështje të brendshme sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që ne në Bruksel që jemi këtu të kemi partner me të cilin të punojmë, të flasim, të zbatojmë reformat dhe me të cilët në partneritet t'i këshillojmë se si të zgjidhin gjërat dhe si të ecin përpara. Jo duke patronizuar ata, duke thënë kjo është gabim, kjo nuk është si duhet, por vetëm që Kosova të ecën përpara.